ku po e vendosim gurthemelin për pishinën e dytë gjysmë olimpike, pas asaj në Deçan, e cila do t'jetë publike. Kostoja e gjithëmbarshme është afër 4 milion euro, prej tyre gjysmë milioni është investim nga Komuna e Podujevës, ndërkaq afër 3 milion e gjysmë nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Sipërfaqja e gjithëmbarshme ku do të ndërtohet kjo pishinë gjysmë olimpike do të jetë 4556 metra katror parafërsisht, me 3 etazhe, do ta ketë përdhesën, katin e parë dhe podrumin. Me qrast do të ketë një pishinë e cila është për not profesionale dhe garues, por do të ketë edhe një pishinë për fëmijë, si dhe ambientet e tjera përcjellëse për rekreacion, gastronomi e kështu me radhë, në mënyrë që qytetarët e Podujevës kur të vinë këtu të kenë mjedis të këndshëm, mjedis në të cilën do të munden edhe ta kultivojnë shëndetin e tyre, të notojnë, por edhe të shoqërohen së bashku në një ambient publik i cili kujdeset për mirëqenjen e qytetarëve. Unë falenderoj shumë kryetarin e Komunës së Podujevës, gjithashtu edhe ministrin ton të kulturës për këtë bashkëpunim të shkëlqyeshëm që rezultoi me pishinën e dytë publike gjysmë olimpike në Republikën e Kosovës në 2 skajet e saj. Një herë në Deçan, tash në Podujevë. Faleminderit, urime e gëzofshme, e shpresojmë që punimet do të shkojnë sa më shpejt marrë e mirë. Një prej projekteve më të rëndësishme për komunën tonë, për çka shfrytëzoj nga rasti që të falenderoj Ministrin e Kulturës për financimin në masën më të madhe të këtij projekti, po njëkohësisht edhe qeverinë e Kosovës, e cila është ka ndihmuar në një varg projekte të mira të cilat punojnë për interes qytetarëve të komunës sonë. Dhe sigurisht që jemi shumë të lumtur që një projekt i tillë po vjen në Llap, po vjen në Podujevë dhe shpresoj që qytetarët tanë do ta shfrytëzojnë në mënyrën më të mirë. Faleminderit gjithëve dhe njëkohësisht po shfrytëzoj në rasti që përmes juve gjithë qytetarët e Podujevës uroj ditën e shërimit. Ky është edhe një investim si pjesë e investimeve tona në gjithë vendin për konsolidimin e infrastrukturës sportive. Ky është edhe një rast ku bashkëpunimi ynë me komunat, në këtë rast me Komunën e Podujevës, është në nivelit shumë të mirë dhe shpresoj shumë, ashtu që u tha edhe nga kryeministri dhe kryetari, që punimet zhvillohen me dinamikën e duhur dhe sportistët, qytetarët ta gëzojnë sa më parë këtë infrastrukturë moderne për zhvillimin e sportit të notit, jo vetëm në Podujevë, por besoj që do të ketë edhe nga vendet e tjera që do të vinë ta shfrytëzojnë, ndërsa pas Deçanit, Podujeva, ne do të vazhdojmë edhe me investimet e tjera, edhe në kuadër të përgatitjeve tona për lojra mesetare, me qendrën akuatike, me pishinat olimpike, por edhe me ato gjysmë olimpike edhe në qytetet e tjera të Kosovës. Urime kryetare, urime gjithë qytetarëve të Llapit ditën e shlirimit. Faleminderit.